ta çmend publikun me këtë veshje në koncertin në Gjermani. Violet Kukaj, këngëtarja e njohur e muzikës popullore shqiptare, ka bërë përshtypje të madhe me postimin e saj të fundit në Instagram, ku shpalli koncertin e saj në Gjermani. Ajo shfaqet e veshur me një fustan tradicional shqiptar, që reflekton bukurinë dhe kulturën e pasur të vendit tonë. Ky detaj e bën atë më të veçantë si artiste, duke u afruar me origjinën e saj, edhe pse ndodhet në një ndër qytetet më të njohura të Gjermanisë. Fotografia postuar nga Violeta përcjell një energji pozitive, ku ajo përshjon momentin me buzëqeshje magjepse. Veshja e saj, e punuar me shumë detaje dhe me ngjyra, ka vëmendjen e ndjekësve, duke treguar se ajo gjithmonë ditë sjell diçka të re dhe freskuese në çdo paraqitje. Për t'u informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.